në Kosova Gjao Podcast, po ju mirëpresim me një histori shumë frymëzuese të një shqiptare e cila ka arritur të pranohet në një kompani inovative siç është Netflixi. Është një emër që ne gjatë vitit të kaluar e kemi dëgjuar shpesh, madje është një emër me shumë histori dhe përfaqëson një dhimbje të shqiptarëve. Është kjo Çameria Mazreku, e cila si e rinë ndjeku ëndrat e saj nga Kosova për në New York, ku mandej ndoqi studimet atje dhe gjitha hapat e suksesshëm me përvojat, me praktikat të ndryshme dhe deri tek pranimi i saj në Netflix. Sot do të flasim me të për rrugën e saj të gjatë të dëpërtimit atje, edhe se si edhe shumë të rinj mund të inspirohen nga vetë historia e saj. Çameria, faleminderit shumë që në ditët e tua të pushimit në Kosovë e ndave kohën edhe erdhën në podcast. Faleminderit Gili për ftesën. Çameria, si po i kalon këto ditë në Kosovë, nuk keni qenë për gjatë një viti, që shpo të presin edhe vendasit, ju jeni nga Malisheva. Shumë mirë, sidomos kur pedin që jam pranuar në Netflix. Pak problem gjumi, tash po do të më çu në 4 mëngjesit dhe të rregullohet, ama shumë mirë, më ka marrë shumë malli. Se jam në Kosovë që një vjet, po jam shumë e lumtur tash që e ka marrë. Për çka të merr malli më shumë në Kosovë kështu kur je atje? Ma shumë me dalë me pi kafe edhe me nejt, me familjar, me shoqni. Nëse në Amerikë nuk është ajo kultura e kafes që kena këtu. E ti kam fillim podcastit e keni një emër shumë të mirë, një emër që përfaqëson një histori të dëmshme të shqiptarëve, po në anën tjetër një emër cilin e keni lartësuar edhe na keni bërë krenar. Kush ta ka vendosur emrin? Emrin e ka vendosur babi. Jena si familje jena shumë patriota, sidomos për shqiptarët edhe që janë në territor tash Shqipërisë atë Kosovës. E ka vendosur Çamerive, për mos me harru Çamerien. Besoj shqiptarët si ta shohin këtë emër edhe në Amerikë të njohin me njëherë dhe dinë që je një shqiptare. Po, zakonisht e din me njerë që jam shqiptare ose e lëvdojnë emrin me njerë, po. Ju vini nga Malisheva ku keni përfundu edhe shkollën fillore atje, edhe keni kalu një fëmijëri. Qysh keni qenë si fëmija, keni pasur gjithmonë pasion për teknologjinë? Kena pas fat si familje me pas kompjuter herët, e kena nda me këtë fëmijët e familjes. Jena rrok kush me... Sikur krejt nga fëmijët. Kush me rrok ma përpara, po zakonisht si fëmijë, s'është që pa tjetër ku ndosh me studiu teknologjisë, se kam ditë që ka mundesh me bo, po më ka pëlqy shumë Counter-Strike. Gjithë kam dosh me di që bëhen për mas. Stash sosh që punoj me lojra, po... Aty ka fillu dëshira, po. Me lojra, po, mas shumë të. Mandej keni shkollën e mesme keni vazhdu në Prishtinë, këto në drejtimin e matematikës, apo jo? Po, fillimisht fillore, në Malishev nuk ka pas shumë aktivitete. Vetëm që ku mujtë me bo, ka një kurs i matematikës, edhe më ka pëlqy shumë si puzzle, si më pëlqeshin shumë formulat, e tani e kam po me një vërtëk ose diku, që është hap një gjimnazi matematikës, e unë jam kanë gjenerata 2 në matematikor. Po pse keni qenë shumë e re kur e keni marrë vendimin me u largu prej Kosovës, edhe ata jo në një vend shumë të afërt, pra keni marrë rrugën për në Amerikë. Ka ju herë të ky vendim goxha i guximshëm për atë kohë? Guximi ka arë për padjenis. Gjithmonë aty buron guximi. Shumë e re edhe nuk e kum ditë kështu që kam pret ose të shka. Thjesht e kam ditë anglishtën, kështu kum dash me studiu gjithë jashtë, po për shembull nuk e kam ditë frëngjishtën ose gjermanishtën, me arrit me studiu në Evropë. Në Amerikë, gjua angleze është pak ajo, këtë kompanitë e mëdha në Amerikë, gjithë janë njoftë Harvardi për shembull, si fëmijë, gjithë kena këtë besoj shumica fëmijëve kanë dash me studiu atje. Tani shumica edhe shoqënisë, unë menaj që shumica njerëzve ndikojnë shumë prej shoqërisë edhe njerëzve që rrinë me ta, e tani edhe ata kanë diku që kanë dash me studiu në Amerikë, tani edhe unë e kam pas qef.
A keni shku bashkë si shoqni pastaj apo? Fatkeqësisht jo. Unë një vetë e gjysë kam nejtë në Kosovë mas gjimnazit. Jam kanë të kërku bursa, të mënu me apliku në shkolla dhe këmë dosh pak pushim mas matematikorit, se unë kanë pak i zërshëm. Tani, shumica shoqnisë nuk kanë arrit, edhe shumica kanë problemi financiar, se gjimnazi matematikor ka pas njerës shumë zgjut, shumë njerës që i kam admiru. Kanë arrit disa me studiu, po jo, shoqnia, ja. Që shka qenë mandej aje kur largohesh prej një qytetit vogël, se është Malisheva, edhe me rrugën për një rrugë gjatë për në Amerikë, ku gjithçka është e panjohur edhe gjithçka është e re në jetën tënde, madje ke qenë shumë e re, 90 vjeçare. Që shka qenë ato ditët dhe para atë largimit? Kur jam kanë Kosova në Amerikë. Kur jeni shpërngull për në Amerikë? Fillimisht u kanë gjithçka e re, po fatmirësisht kam pas, si me tha, familjar të shoqërisë time, që kam shku atje në banesë, kam nejt me shqiptare. Ato e kam pas një shoqëni të madhe, e tani ma kanë hek mërzien, edhe kena dal, edhe u kanë New York. E New York janë shumë vend gjallnik, thjesht ato ndërtesat e mëdha janë shumë inspiruese për qytyn me arrit diçka më shumë. Edhe mas jam shku në shkollë, u kanë pak ma e lehtë, se e kom pas një qëllim, pse po shkoj, çka kam e ba atje. Edhe u kanë fillimisht jam mërzit, po kur je në zonë me shkollë dhe me punë, u kanë shumë mirë. Ku do të përqendrohen më shumë gjatë aplikimit tyre në ato universitete? Mendoj që gjeneratat tona e jamja paktën janë kanë ma pak, kanë pas ma pak një ori për si mujnë me shku në Amerikë, edhe faktit që janë financat shumë, dhe me të pagesa shkolla është shumë e madhe. Nëse ja kësha njësë edhe njëherë gjimnazit, ishtë kanë klasën e 11 mu përgadit për SAT ose TOEFL, edhe me u drejtu të American Advising Center. Para një vete gjysë ka ardhë në njëjtën shkollë një vajzë edhe ajo 18 vjeçare, edhe me full ride scholarship. Do më thonë krejt pagume, se ka shku të American Advising Center, ja kanë pagu edhe testin e SAT-s, edhe ja kanë pagu krejt shkollën, mas ju pranu, se i kanë nimu me ditë procesin pak ma mirë. E kur jenë gjimnaz, për shama në klasë 11, do të më përgadit testin me ba, para se me kry gjimnazin, që me mujtë me janis shkollë, se aplikimet janë shumë herët. Zakonisht në gosht në shtator, do të me apliku si early decision. Qamerime që në tregu që keni pas edhe shumë familjarë dhe shoqënisë në Amerikë, kush kanë qenë ndoshta personat më përkras që i vlerëson këtë rrugtim? Gjatë kohës në Amerikë. Për në Amerikë më kanë një mu shumë ato të mirëkat. Amirja me Linden, janë kanë shumë përkrasët më dhaja. Mi kanë mësu krejtë sistemin, trejnat. Ka ra Covid-i qatë ko, e na kanë krejtë bashkë. Krejtë izoluar. Po, janë kanë shumë përkrasët se mi kanë kalzu krejtë sanat fillestare. Edhe shtyse. Dhe me thënë Amirja për të hinë punë programin për herë parë prej shqiptarëve që i njefë shumë në atje. E shkë shumë inspirim i malë për neve që po mujna dhe na si shqiptarë me një vend tjetër, me hi edhe në puna dzyrev, shtiren shqip nuk kujtot. Edhe përgjësi janë edhe do tjerë të Malishevës që kanë studiu Brooklyn College, thjesht jena njoftu. Është edhe një i tetovës një shok i motrës tem, a i më ka të regu për Community College. Dhe me thënë nëse nuk arrin me u pranu në Ivy League, eksistojnë Community College që i pagun shumë a lirë, edhe është ma e përbalushme shkolla, edhe e ki të lejta një mu transferu në Ivy League ose në qërë të shkolla.
Megjithatë, edhe pse disa vite larg familjes në studime, familja megjithatë ishte atje kur ju diplomuat. Sa ishte emocionues ky moment për juve? Po, familja jeme se ka pas mundësin me ardhet më arë në Amerikë, edhe për mu u kanë më shumë më ardhë në shpemi taku familjartë, edhe në verë dimër, që shishin mëndësit. Ishte një moment shumë i mirë, shumë emocionus, kur atë gjysha jam kërë në Amerikë. Ajo është... Sa vjeqe? 72 vjetë. Këshën frikë pak me marrë në Amerikë, po ban si arrita me përfundu shkollën edhe mu pranu në punë, ishte full circle, s'pun kujtojt që thuhet. U kthy ajo koha kur ata kam bërë gjithçka për juve dhe m'ja shpërbli mundin. Po, m'ja shpërbli mundin, u kanë sa në maj mirë, maj që ma ka plotësu mu zemrën, se familja em ka punu shumë edhe me studiu qëfar dësht mendimi me pas pak në Amerikë, kanë shumë i madhë për Kosovën, po ata kur se kanë menu, hej, jetë në ardupar, u kanë ma shumë ashtë me investu në edukimin e femnës, edhe mu ba e pavarë. Kur kam arrit me marrë në Amerikë, për diplomim u ka shumë ndjenje mirë, edhe kanë ardhe në zyret Netflixit, edhe e kam pa çfarë zyret mirë, thjesht edhe për ata ka një plotësim shumë i madh. E treguam edhe më herët që keni gati një vit ose më shumë që punoni në Netflix. Çish ka qenë depërtimi juaj për në Netflix? Çish ka qenë ai procesi i aplikimit deri te pranimi në këtë kompani kaq të madhe? Po, tash më duket lehtë, po masi jam pranu. Ama jam kanë shumë e stresume, kanë semestri i fundit që e kisha në shkollë, edhe nëse që isha punë, duke më këthy në Kosovë. Që së është shumë keq, po mendesha që këta imuni për atë shkollë nuk për më plotësohet për me thanë, okej, ja ka vlejt. Po, unë kam provu me u pranu në Google, për shembull, prej 2021-s. është proces shumë i gatë, se ka shumë aplikant, ka proces intervista, 5-6 intervista, dhe një intervist mos me të shku mirë nuk i dihet. Po jam organizu shumë verën e fundit studime, kam ba projekte personale, në atë kohë ja pa të fillu AI, edhe masi nuk gjeta unë e praktik, e kom ba një projekt për studenta që nuk kanë experience punë edhe po është zërë me gjithë punë, me përdor AI me të asugjeru një lloj projekti, me të tregu hapa që do të mi marë. Tani jam ba pjesë një programi që thirret CodePath, e ato kam pas career coach, të me të thënë trajnerat karrierës, kam ba intervista praktik, kështu me njerëz, i kam përgadit technical interviews, të me thënë coding assessment, kam apliku, dhe me thënë, e kam pas një Excel sheet që i kam shkru kompania, qëfar pjesët intervistës jam, ku pranona, ku nëse për shembull dështesha në aplikim, i bike që rezumeja nuk është në rregull. Ose nëse dështesha në intervistë teknikale, i bike që kam nevojë me praktiku ma shumë coding. Tani kom ba shumë behavioral. Ajo pjesa që të më thënë je i mirë që atë se dhe me prezentu vetën. E vërtet. Jam praktiku shumë qysh me prezentu vetën ma mirë. Edhe eksperiencë. Edhe qysh je arritet, qka kanë që ato pikat ku ti e pa vetën që tash je gatshme edhe më pranu në Netflix, që është më tregove është puna jote e parë në Netflix, një mundësi shumë e mirë? Po, është të më thëmë punë fati, po është punë përgaditje. Unë kam pas intervista dhe me Oracle, Facebook, Spotify, plot kompania të dhaja, po këto kanë arrit, masi e kam rezumin pak ma mirë, dhe më thënë, kom marrë ma shumë përgjigje. Edhe
Tu kanë rrigjasat për punësim. Po, tu përgadit, tu po ma shumë praktik si coding, si behavioral, e ndjesha vetën që nëse që kjo kompani nuk më pranën, e disha që dikur anë të ardhë. Edhe si me thonë, në 2 mas dite e kom pas që të ndjenjë, në 7 mbrëmje më kanë shkru nestre që një menager e Netflixit është interesun me diskutu ma shumë. Menoj që si ti merë hapat drejt ëndrës tëne, edhe jetu përgadit që drejtem, thjesht vetja jo të ta van me ditë që je gati edhe je të shku qasaj rrugë, edhe ban vetën me besu që ki mu pranu. Dëmë thonë, ëndra tua ishe si një lloj thirrje nga e ardhmja. Po. Edhe kjo në fakt kështu ka funksionuar edhe me juve. Më tregu që keni apliku, keni pas mjaft përpjekje, shumë të rinj që dëshpërohen nga refuzimi edhe dekurajohen, po ju nuk keni qenë ky rast. Do të thonë çdo refuzim është një mësim që na më përgatit hala më shumë veten për atë vend punës. Po. Oracle o kanë kjo kompania që tash u bë edhe më e famshme prej AI, më ka refuzu me intervistë të parë. Edhe unë isha shumë konfuze. Po, dyshim. Se intervista shkaj mirë në zgjidha problemin, i bona pyetje, edhe shkaj gabim se këtë i bona mirë. Po, diçka që e kom mësuar është që mund është mas intervistës, thjesht nuk e din fatin ose çka ka ndodhur, po veç mund është me analizu çka ke bën ti, edhe për shembull çka ke mujt me bë më mirë. Edhe tash ti e jap ti më të mirën tonë dhe si dihet tash. A të kthejmë përgjigje për me tregu ku ose për çka nuk ju përshtatesh apo jo? Jo, një kompani ma ka kthy përgjigje, nuk kanë më shumë që kom po intervistën mu përgatit, kështu si praktik, se sumin nuk më pëlqej ke kompania. Ata më kanë tregu që si do ke interesu me mjaftueshëm, se s'jam kanë. Nuk t'i japim, po ti do të me reflektu shumë. Nga këto procese për të rinj që po na dëgjojnë, cili mendon që është qelësi i suksesit për një intervistë punës, për me u pranu në kompaninë që ti e ndron? Kjo ka qenë pak kardë ka vetja, po në momentin që Netflixi më ka shkru, të më thëmë ma ka dërgu emailin për coding assessment, thjesht më ka një farë energjie, non-stop me nëjsha veç për Netflixin. Se edhe të njëjtën kohë me Facebookin, Meta, kom pas intervjist, po s'isha qaq entuziaste për që ato. E tani, mendoj që në intervista vrejet sa je entuziasmuar për qatë punë, edhe unë e kam bë shumë research, kam bë hulumtim, qësh e kanë kulturën, qësh i kanë teknologjit, am kish pëlqy me punu atje, çka kërkojnë ata prej teje. Për shembull, e kam pa një video në YouTube, ka fol një inxhinier, menaxher i inxhinierisë Netflixit, edhe ka thënë, nëse ti investon në vete, edhe kompania investon ty. Edhe mendoj që këto kompanitë e mëdha sidomos e shohin a je të investu në vete. Për mu, tash unë nuk e disha shka jam të bë mirë, po kur ka arë momenti i pranimit, tani kur këm këqyrë mbrapa, ajo, të me thënë, këtë hapat e mi, kam pas kuptim se, për shembull projektin që e kom bën, do me thënë, pëse s'kom pas punë, unë e kom dzerë punë vetit, kam i mënu mu përparu, po, kam shku në konferenca, kam pas praktika, kam bë hulumtim me një profesor, e kam pas, do me thënë, iniciativën vetë që me u zhvillu, e jo me prit prej tjerëve, kështu më mnimu ose diçka. Zakonisht kërkoj shumë ndihmë, po do me thënë, është iniciativa që e merr ti vetë me shfaq që ato. Ata ja të shpërblehet në rëtavun. Nga një pjesëmarrës në shumë konferenca, mendoj që tash e ke thyer atë murin dhe po je folse në konferenca. Edhe kjo është një sukses mjaft i madh. Çka të ka pëlqyer ose çka të pëlqen më shumë ti në kulturën e kompanisë Netflix?
ndoshta që munden me marrë edhe si shembull edhe kompanitë e tjera edhe si praktik me ndjek, ose çka të ka befasu ty më shumë aty? I ka shumë të mirë. Menoj që Netflixi, domethënë kur i sheh statistikat e sa punëtorët janë të kënaqur me kompaninë, me punën, Netflixi e ka prej më të lartën. Domethënë atë indeksin, besoj 95-97%, kena shumë liri. Domethënë sa je përgjegjës ti. Ki orarin sipas dëshirës. Domethënë takimet janë caktuar, po nëse ti duhet për shembull me punu 3 masdite deri në 11 natës, për ata nuk ka problem. Po thjesht me kry punën, po merr pushim sipas nevojës, nuk e ki caktuar. Domethënë nuk të rend dikush mi kry ato orë 9 mëngjesit në orë. Edhe tjetra është e ki lirin e projekte. Domethënë nëse ty po të pëlqen një projekt i caktuar, menaxherin do të më kanë aligned. Po, përputhen. Do më u përputh me qëllimet e kompanisë, po do më thënë i shtyn njerëz që e marrin iniciativën me bë projekte vet ose me mu zhvillu, nuk e kanë problem nëse unë marr pjesë në konferenca ose du me bë një kurs ose diçka. Edhe ajo liria tani e nxit edhe bashkëpunimin me njëri tjetrin, se nuk është domethënë konkurrencë ndërmjet inxhinierave, po është me punu bashkë që për kompania me dalë ma mirë, që ajo kultura. A mendon që kjo arrihet me një fleksibilitet më të madh, duke ja respektuar lirinë, nevojat, dëshirat së cilit? Po, mendoj se njerëzit janë më të lumtur edhe kanë më pak stres, edhe janë shumë japin shumë rëndësi mos me kanë të burned out, mos me punu të për shumë që tani nuk i energjia s'ka me jadë tutje. E tani që ajo të banë ma produktiv. Edhe një tjetër e kulturës është feedback culture, do me thënë me jap kritika, të mira, të këqija, se t'ja japin mundësin më përmirësu, po të kallëzojnë ku jetu shku gabem, që ti mos me të ra krejs ku pse po të qesin për punës. Do me thënë, t'japin shumë shansa që ti më përmirësu, po njëjtën kohë që kjo kulturë që e kun vrejt që ma, të është se nëse ti nuk jetu u përshtat me kulturën, që me thënë nuk e lajnë dika në punë nëse ti jetu i prish punë tjerëve. Pra është shumë e rëndësishme për kompani si Netflix që fryma ekipore dhe fryma e qasës me qenë e përshtatshme e secilit, edhe jo me dëmtu njëri tjetrin. Po edhe nëse ki nevojë me mësu diçka, nuk e kanë probleme la takime edhe t'i spjegojnë. Dhe me thënë është shumë friendly. Po, shumë e hapun, shumë. Po ashtu po e cek që i kushtojnë shumë rëndësi edhe zhvillimit profesional edhe kreativitetit edhe shprehjes. Po në anën tjetër, a ka edhe sfida në projektet kur jeni e kyçni edhe që rritë i kaloni ato sfida? Po, tash që kjo kultura animon sfidat mi kalu shumë letë, se si këto streset e vizës, për shembull, menaxheri është edhe ai ka qenë student, edhe ai ka qenë, ose thjesht kuruar në Amerikë ka pas kanë me vizë punës, të kuptojnë shumë mirë, po edhe mos me kanë Amerikan, të e kuptojnë që ti ki stres jo veç punës, po edhe të vizës. E tani do me thënë nuk ta bojnë shumë të madhe kër ti ki stres, e din që ki stres nuk ta shtojnë. Edhe, për shembull, jem bloku diku në teknologji që po punoj, edhe nëse kërkojnë ndihmën e prej dikujna, nuk e shohin sikur ti nuk po din, po është shumë mirë që ti nuk po lën veten të bllokuar. Më stagnuat. Po. Edhe nëse se ki ditë kësaj herën tjetër e mëson, edhe thjesht është për ata komunikimi është më rëndësishëm. Do me thënë nëse i bloku, sa ma herët me kallëzu ma mirë, se nëse projektet vonohen, po këj lajmëru nuk ka problem, po thjesht komunikim i shpejsht. Do me thënë ato është edhe lloj kulturës, ka komunikim tepërt. Nëse
ki me lajmëru diçka, sa më herët më mirë. Pra për të huajt në kompani kaq globale, diskriminimi pothuajse është inekzistent, me sa po kuptoj. Po, si për rruga, si për diversitet në përgjithësi, Nuk ka dallim. Nuk ka kena trajnime të kompanisë që do të mi bë vetë për dhunën, për harassment, nëse dikush të fol keq, edhe dikush me bëj gare, më shkrujnë ma vënë qemëria mos të ka bë më një rahat, çka kanë thonë. Janë dhe me thonë shumë dojnë me të ma ty më rahat që më knaqën punë edhe me punu sa ma mirë, e mos me menu sen e tjera. Pra i kushtojnë shumë rëndësi dhe shëndetit mendor. Po. Sidomos në Amerikë, po e shoh që kjo është shumë e rëndësishme. Që sheshet i rëndësinë edhe kultura si Netflixit më implementu edhe në Kosovë, që i ndan ato brengat me shoqnin tënde këtu në Kosovë. Mbas bisedave, çka sheti ato pika që na duhet mi përmirësu, ose çka na kemi shumë mirë? Nuk e di, është edhe këtë, po në përgjithësi thujnë, kur të e krynë fakultetin, mos pret me thënë faleminderit kërkush, po e krynë punën tonë e paguash u kry. Çfarë do punë që e banë të vogël, thujnë faleminderit edhe e vlerësojnë, e të banë mëni shumë të vlerësun, si punëtor. Njëjtën kohë, punëtorët janë shumë përgjegjës. Të me thënë, ti ki kartel të kompanisë, edhe ajo është përgjegjësi e madhe se nëse shpenzon, dhe me thënë, pa kuptim, e ki është ju përgjithësi. Menoj që... Ndjenja besimit? Po, besoj që edhe në Kosovë nuk kam punu, se nuk e di, ama përgjithësi, me pas përgjithësi të dy anët, edhe menaxherat edhe punëtorët, po edhe mirë kuptim edhe besim në të njëri tjetri. Të me thënë, me mundu me bë punën e mirë, profesionale, po edhe më vlerësu nga ona e punëtënësit. Për gjithë ata profesionist tri ose shqiptarë që po na dëgjojnë, që kanë dëshirë me me punu në Netflix, cila është këshilla jote për ta? Sa mendon që i ndihmojnë edhe shqiptarët njëri tjetrit atje në Amerikë, edhe në mesëgjerime, edhe kur arrin? Po, menoj që është pak një menim jo i sakt prej anës shqiptarëve që shqiptarët nuk të ndihmojnë. Çka kam bërë në verën, do me thënë, për një vit e gjys, e kam lyp, u kanë sugjerimi një shqiptari tjetër që ka punu me një bank në Amerikë, që kërkohet në LinkedIn, Albanian, Google për shembull, shqiptarë të falës që punojnë këto kompani të mëdha. Edhe me thënë, nështë 70% e kanë këthy përgjigjen, janë kanë shumë të lumtur me të ndihmu, edhe besoj që duhet edhe unë mundona mi u këthy krejt shqiptarëve që më shkrujnë. Thjesht merr në iniciativën edhe nëse dikush është në zonë, ta kthejmë përgjigjen dikush tjetër. Thjesht shkruani kuna të mëni. Tjetër është me marrë, dhe me dha guximin, me apliku, edhe me marrë hapët. Çka ku menu unë ma herët është që e kam qëtanër, po arrije dikur. Jo kështu që anisi. Po, është ma shumë, ashtu, e di që kam emri, po halos jam gati. Po, është çështje kohe. Por menoj që koha është edhe çështja bëjsh vetit. Unë, do me thë praktik nuk pata verën e kalune, tash që pata edhe ofertat punës edhe intervista me kompania shumë ndaja, është se thjesht më ka pesë, me thënë, zavoli se e kryta shkolle. E tash që ti nëse e aja vetit në ashtë një afat, thjesht mund është me ba dhe ma heret, s'ki nevoj me prit, me kanë gati, mi bësanët. A ka ndonjë gabim për cilit ke mësu mas shumë ti gjatë kësaj kohë? Cilës kohë? Gjatë kohës deri studimit, kohës profesionale? Po, menoj që tashti për mu po ta fatë edhe
më shkoj mirë që tash, po isha përgatit pak ma herët, kisha lyp ndim pak ma herët prej programeve ndryshme, edhe isha përgatit pak ma herët thjesht për këto kompani ma të mëdha, edhe se kisha lënë për ma vonë. Thjesht. Pra mendoj sa ma herët aq ma mirë mundesh me mri ma shumë. Po. Që shkon edhe kjo punë e avancimit në Netflix, a shpërblet gjithmonë mundi, sa shpesh keni shpërblime, rritje të pagës? Unë, do më thënë, jam qështu që ju bëj pyetje shumë njerëzve, edhe që ta e kanë vlerësu shumë, sidomos intervista me menaxherin, edhe mas ja kam fillu punës, në fillim që kisha pak frikë, ma bëj keqëmrie, unë po pres me po që të pyetje që i ke bo shumë, i bo edhe në punë. Kuriozitetin, po është shumë i vlerësun. E bën pyetjen, nuk ka problem me diskutu për kompenzim, dhe me thë për rritjet pagës, për rritjen detyrë, nuk e shohin sikur vetë ke fillu. Unë prej fillimit kam diskutu me menaxherin si mund të më rritë në pozitë. Vlerësohet shumë puna, po edhe të njëjtën kohë dush me kallëzu punën. Dhe me thënë, nëse e ban punën, e se kallëzën, është kompania shumë e madhe, nuk e din. E dush me lajmëru çka e të po. Netflix vlerësohet jo veç prej menaxherit, po prej krejt punëtorëve. E kena njerë në vit t'japin kritika. Tash kritikat nuk janë veç të këqija, po shembull çka kanë vrejtë ti. Edhe atë shihet tani edhe prej menaxheri e din pak edhe punën çka shpeshojnë tjerët që po punojnë me ta. Edhe në fund vitit vlerësohesh tani edhe për rritje të pagesës, edhe për promovim. Edhe për mu për shembull, unë e kam qëllimin në gusht ose në dhjetorin e ardhshëm për rritje të pozitës. Sa mirë. Shpresojmë edhe na që kemi rrit pozitë edhe kur takojmë herën tjetër me qenë hala me arritun profesionalisht, hala me ma shumë mësime edhe këshilla me nda me trit. Për fund Qamëri, cili është mesazhi, cilat janë planet tua edhe mesazhe edhe për këtë trit, jo veç që përgatiten për punë, por edhe për mënyrën që e kalojnë kohën e lirë. Për punë, dhe me thënë, me bo pyetje, është edhe një shqiptar Netflix që kam mësu shumë prej ti, dhe me thëmë pak e ka hekat stresin që çfarë punë e mirë. Me pyet tjerët qysh janë ngrit ata në pozitë, qysh kanë arrit çdo ku janë, dhe me thëmë mësu prej dikojna që është hapa para teje. Ki qefsh atje me mrit atë pozitë që janë ata, edhe thjesht me punu, po edhe me diskutu çka je të bo, edhe me dokumentu punën, edhe më mundu me mësu edhe pak një atë i kalu çka po kërkojnë ata. Kohën e lirë, atje e kaloj me shoqni, ose kam fillu me provu hobbyt ndryshme, tenis, pilates. E këto mundona që jashtë punës mos me punu, ose me bë diçka që e hek mendjen nga puna dhe relaksohet mendja që javën tjetër tani me pas punën prap, do me tha mendjen e lirë për punë. Edhe një mesazh shumë i mirë edhe për shefave, edhe menaxhera mos më shkruaj për njerëzve mas punës se automatikisht ishte me menu për punën. Po, do me thënë, jena shumë të lirë në qatë aspekt që ti e menaxhon veten. Edhe që ajo është shumë e rëndësishme që mja bë punën më të lehtë menaxherit. Faleminderit shumë Qamëri, nëse ke diçka për fond për gjithë shoqëninë tonë, për trit, për ata që kanë ëndra kaq të mëdha edhe që kanë guxim edhe kuriozitet kaq të madh si yti. Po, deshta harrua pak më herët. Deshta me falenderoj familjen tim për mbështetjen e madhe. Për Kosovën, sa më shumë mbështetje për vajzat dhe edukimin e vajzave, dhe për gjithë tjerë mos me pas frikë me i provu sanet ose prej dështimit, me provu prapë edhe me u mundu me reflektu
për gabimet edhe çka mundi me përmirësu. Më pëlqej ky shumë mesazh për me mbështet sidomos vajzat në shkollim, po du më kthej prapë te familja, a ka qenë sfiduese për familjen me i siguru të ardhurat kur ke qenë studime? Ja ka ndalë? Po, tash për mu kanë pak më alet community college, se u kanë shumë ma përballueshme, po për familjen ka qenë shumë pagesa e madhe, po çka kam bërë është kam apliku në bursat ndryshme private të shtetit, kam apliku te presidentja, te Ministri i Arsimit, kryeministri. Mami jam ka marrë kredi, tjetër sen kam punu gjatë verës edhe mundesh me punu edhe në shkollë. Besoj që nëse janë esnet dyqysh vinë sanat. Besoj që është mirë veç me provu edhe tani ka na pagesës mos me nal vetën se ja del dyqysh ose thjesht diskuton me njerëz qysh mundesh me ja dal. Edhe tjetra është kemi pas, do me thënë, ne kemi bardaskik. Edhe ajo ka qenë shtyse madhe se me vitet e mia të shkollës, ka fillu me pas ma shumë punë, po motra për barda e ka bardaskik. Edhe thjesht familja ka qenë e vendosur, mami theke e shes tokën e ty s'lap me pa e kry shkollën. E menoj që është mbështetje shumë e madhe, thjesht menimi që hej po të mbështesëm. Edhe ato me çdo kusht. Shpresoj që sa më shumë shembuj si nana jote, si motra dhe si krejt familja. Faleminderit shumë që ndave këtë rrefem edhe për gjithçka që na kallëzove për ditët e tua të punës atje edhe për lidhjen me Kosovën edhe me familjen. Të presim prapë. Faleminderit shumë për mikpritjen. Dëgjojmë.